Përshëndetje të dashur miq, sot dreka jonë si në restoran me pesyje, fileto vici të shoqëruar me salcë, bizelesh e avokado. Shikoni çfarë ngjyre ka mishi, zëmra ngjyrë rozë dhe e butë si pambuk. Me pak fjalë të recetën, mishi t'i hedhim erëzat që dëshirojmë, unë kisha erëzat e thata që kam përgatitur vetë, jo rozmarin, jo origon, ato që kisha, krip, piper. E vendosim në një tigan me vaj ulliri, 3-4 thelpin hudhër, e skuqim, hedhim erëzat, krip nga ana tjetër, shtojmë edhe gjalp, gati 85 gram gjalp, i skuqim nga të dy anë 3-4 minuta, jo më shumë, që mos ta thaj mishin në shumë, që të rri mishi, zëmra e mishit e butë dhe ngjyrë rozë, si që shikoni. Shikoni tani se çfarë, se dhe këto janë ato sekrete që bëjnë diferencën që mishit të dalin këtë mënyrë. Kur thot Eli çatash, familjarët ngelen shumë të kënaqur, këtë drekë kisha qarë sot. Më vonë do t'i tregoj në një video se si kam përgatitur salsën jeshile, shkon çfarë ngjyrash, me pizelet e freskëta që bleva dje, që tregova videon, edhe avokado. Jedhim pak lëngat mishit që skuqën, lezetosim pak pjatën me bizele, me gjethemente, edhe shikoni tani nota 10. Dua notën edhe nëse e meritoj 10-ën apo jo. Ju përshëndes. Ciao, ciao!